sikur që ka transmetuar Imam Tabarani në Sunenet e tina, në Mu'gjemet e tina, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, Zoti ditën e Kiametit i ka 3 regjistra, 3 arkive ku janë shkruar veprat dhe emrat e njerëzve. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, një regjistër Allahu nuk fal për ati regjistrit asni njeri. Regjistri i dytë Allahu fal për ati regjistri shumë, derisa nuk ja ka me mbar menja njeriu se ja falet ajo i falet. Dhe regjistri i tretë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është regjistri ku Allahu xhelle xhelaluhu nuk e le pa e marr deri hakin më të vogël. Cilat janë këto 3 regjistra? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, regjistri i parë është për ata që kanë bërë Zotit shirk dhe kanë mohu Zotin dhe kanë mohue fjalët e Zotit dhe nuk kanë qenë besimtar në Allahun subhanahu wa taala. Pra në regjistrin e secilit njeri, apo emri si secilit njeri që gjendet në regjistrin ku ka shirk dhe kufër, dhe aty ku është mohu Allahu xhelalu ala, aty nuk i falet hiç. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Zoti s'ia fal njerit mi bësh shirkatina. Kjo regjistri i parë, se kena temën tash aty. E dyta, regjistri i dytë, Allah i fal shumë. Që kjo është që Allah i fal shumë, që njerëzit shpesh e përmenin Allah i fal shumë. Cila është ajo? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, te regjistri i dytë janë gjunahet mes njerit dhe Zotit. Shikime haram, bëm me haram, po si ka hangër ka hakin kërkujna. Ki bo gjuna për veti, e ke dëmtu vetën. Allah i thot ketë, unë e mirë në beket. Te që ki regjistër, Allah i falë sa dush, Allah i falë shumë. Dhe te ki regjistër ka ardhë hadithi, me e mush kupën e qilës me zullum, Allah i ta falë. Këto janë gjunat me stije dhe Zotit tanë. Që ki bo kërkujt pa drejtësi. Kur kush nuk thot, këshire me filani, jo. Dhe regjistri i tretë që ne kemi sot temën, cila është? Regjistri i tretë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah i asni emër ati nuk e le pa ja mor hakin. Nëse emri jon ekziston të regjistri ku aty ka zullum edhe padrejtësi, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, aty Allahu nuk ndërhyn. Dhe njeri i ka bo zullum filanit, këtu dhe emrat janë aty, pritni. Këtu kini hak në mezveti, a mërë një halalat në mezveti, pastrohuni në mezveti, pas taj kalojna. Andaj që ti regjistrit ju kanë tutë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj kër e kanë pitë shumë prej sahabë, atë pijunave tutësha, ka thonë, jo vallaj, pijunave nuk tutna, ama tutna mos të nëzajnë do një shirk e do një zullum, se shirkun s'ma falë Zoti, edhe tutna se i kanë bo zullum dikujna e mkapaj. E Zoti xhelle xhelaluhu shahidit kitë gjunat ja falë, ama zullumin, borgjën e ja falë borgjën? Jo, se sa hak e atina. Pe drejtësi Zotit ta mos m'ja falë borgjën, po zullumin, nëse dikush atë ka dalë. Po mund ki bo zullum ti, si ja falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Asni her nuk ja falë. Pa këta syje ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadith, ittaqu dhulm, rujuni pi zullumit, se Allahu gjash ketë popujt i ka shkatru me zullum. Nuk ka popull që ka bo zullum, vetë se Allahu gjash thot, o lemma dhalemu, kur banën zullum, ne i shkatruam. Kur kanë bo zullum, innal ladhina kafaru wa zalemu lam yakun illahu li yaghfira lahum wala li yahdiyahum tariqan. Thot Allahu xhelle xhelalu, ata të cilët kanë mohu Zotin dhe kanë bo zullum, vini reksoj, kanë bo zullum, Allah nuk ja u fal atyre. Nuk ja u fal atyre. Dhe ma e keqja, nuk ju udhëzon.